Gjenerimi parave nga Kupa e Botës është pak por e sigurt. Jo vetëm vendet organizative përtej kontinentit po arrin të kenë fitime nga eventi më i madh sportiv, por edhe vendet fqinje me Shqipërinë po tregohen kreative. Një fabrikë e vogël në Maqedoninë e Veriut po u jep fanellave të hedhura të futbollit një tjetër pamje dhe efektivitet. Stoku i papërdorur shpesh është i destinuar për shkatërim, por kjo fabrik po prodhon veshje dhe aksesor sportiv. Kjo është fanila që vishet aktualisht në Kupën e Botës dhe ne tashmë po krijojmë një koleksion nga këto fanela në përgatitje për periudhën pas Kupës së Botës. Sapo ky stok të jetë në dispozicion, duam të jemi gati të tregojmë se çfarë mund të bëjmë prej saj. Në vend që të punojmë me fanela të vjetra, po përdorim fanelat krejtëreja. Kur u shpjegon se rreth 20 milion copë mbeturina tekstili mbeten pas një Kupe Bote, njerëzit fillojnë të kuptojnë shkallën e problemit. Ne po ofrojmë një zgjidhje për këtë sfidë dhe besoj se puna jonë është pritur shumë mirë deri më tani. Është prodhuar një çantë e vogël, por mund të prodhohen edhe produkte më të mëdha si kjo çantë. Për këtë çantë na duhen 3 fanela. Për këtë çantë më të vogël na duhen 2 palë pantallona të shkurtra dhe për kapele na duhet një palë pantallona të shkurtra. Mund të shihni qartë se detajet nga pantallonat e shkurtra origjinale janë të përfshira në kapele, duke ruajtur elementet unik të dizajnit të veshjeve sportive origjinale. Znači ovo što je te 3 boje što se koriste u shorts se vrati nazad u kačket isto. Kompania ka punësuar vetëm 7 persona dhe po prodhon më shumë se 3000 artikuj në muaj, shumica e të cilëve eksportohen në Holand.